Edhe ambasadori e Bashkimit Evropian i kërkoi kryeministrit Rama që të përfshijë opozitën në procesin e reformave, një kërkesë e theksuar dhe në progres raportin që i dorëzoi në dorë. Por kryeministri ende nuk është i qartë se çfarë kërkon opozita, ndonse kjo e fundit i ka bërë thirrje të kërkojë ndjesë publike për dhunën e ushtruar ndaj saj në parlament dhe të zbatojë vendimet e gjykatës kushtetuese, një thirrje që vjen dhe përmes dokumentit vjetor të Komisionit Evropian. Përsëris që ne presim që opozita të thotë çfarë mund të bëjmë ne, çfarë kërkon. Kur ne braktisëm parlamentin, kërkonim hapjen e kutive. Ishte një kërkesë legjitime sipas nesh, jo legjitime sipas tyre, po ishte një kërkesë konkrete. Me një argumentim konkret dhe përcaktonte kurrëzimin e marrëdhënieve tona me parlamentin. Akoma nuk e dim çfarë kërkon opozita. Përveç kuptohet largimit të qeverisë, po këtë nuk jemi ne që duhet t'ia plotësojmë, por është populli shqiptar që duhet t'ua plotësojë me votë. Sa po reformën e drejtësi, edhe pse thosë se nuk ka ndërmend të grindet për të mbajtur flamurin e të parit në këtë proces, qëllimi i kryeministrit është që ajo të bëhet në parlament, duke e lënë në dorë të opozitës dëshirën për të përfshirë. Gjithë ky proces që mund të shtrihet në konferenca, në tryeza, në forume, në workshope, nuk është alternativ i parlamentit, po është komplementar me parlamentin. Dhe si shumicë qeverisëse, ne kemi thënë dhe do ta çojmë më tutje projektin e fillimit punës për reformën në drejtësi nëpërmjet një komisioni parlamentar të reformës në drejtësi. Ku pas më të vogël ndryshim, mirëpresim, jo vetëm praninë e opozitës, por propozimet konkrete të opozitës për formatimin etj. S'kemi këtu një garë se kush e udhëheq. Secili bën atë që ndjen si përgjegjësi dhe që i takon me kushtetut, me ligj dhe me mandat popullor. Ambasadori Avlahutin tha se Bashkimi Evropian nuk është për të udhëhequr në këtë vend, por që të inkurajojë bashkëpunimin mes palëve në të mirë të qytetarëve. Faleminderit shumë. Fakti që kishte vetëm 2 pyetje tregon që me progres raportin jemi të gjithë dakord dhe të kënaqur. Faleminderit.